Brukseli dhe Europa nuk do të pajtohen me flirtin Washington-Mosk për të dhuruar në tepsi kokën e Europës. Retorik apo aksion politik? Jo, është aksion politik i cili niset me retorik dhe vërtetësin apo zbatueshmërin e ti do të shohim në vijim dhe kjo do të diktohet nga ritmi i marrëveshjes. Përfaqësuesit ushtarak të Britanisë dhe të figurat larta ushtarake të Britanisë dhe të Francës janë në Kiev duke rakorduar planet me ushtrinë e Kievit. Nuk është retorik fare kjo. Bile, kjo tregon që Europa parashikon zgjatjen e konfliktit, një paqe. Profesor, retorikë është përsa kohë ata nuk bëjnë dot pa mbështetjen amerikane. Ata po përgatiten edhe pa mbështetjen amerikane. Po përgatiten sa do, këto janë pralla, këto janë gështenja Dibër. Do ta mbështesin. Ata do ta mbështesin dhe bëjnë mirë ta mbështesin, por do ta mbështesin veten e tyre, po mbështeten në Ukrainë. Pa cover amerikan, profesor, ti e di shumë mirë që Europa i ka depo të bosh. Kjo do duket tash, prandaj konflikti edhe mund të vazhdojë. Jemi në retorikë akoma. Gjermania prej luftës dytë botërore tani mori vendim me shpenzu $100 miliard euro për ushtrinë e vet. Jo, 450 miliard. Okej, dakor. Edhe 500 miliard më që. Unë në këndvështrimin tim gjej. Po. Ishim me mbështetje amerikane, profesor, 2 vjet e gjys, 3 vjet. Mendoj që Europa po përgatitet shumë seriozisht për një konflikt të zgjatur. Në pamje të parë, më kujton këto parullat që bëshim ne në kohën e regjimit diktatorial, që likë të bashkuar rreth partis, apo e kena bërë Shqipnin fanar në iquës. Më vjen keq që e them këtë, sepse do dosha një Evropë vërtet fort, por Evropa është shumë e dobët, sidomos kur shohim që pararoj e kësaj nisme është Franca, që historia e saj konkrete politike ka qenë gjithmonë afër slavizmit. Nuk munden që luftën ta ndalojnë ose ta pushojnë ata të cilët e nxitën këtë luftë, që mund të ishte kënë një luftë krejtësisht e evitueshme. Tani, Evropa... Po slavizmi thua ti, po në parti e dojë Moskën. Shkojnë... Se ka një... nuk është... Ja, flasim 300 vite para, ne flasim për 100 vjeçarin e fundit. Dërin Moska. Pikërisht sot, desha të thoja që është një ditë shumë e shënuar në historinë e Rusisë, 31 mars 1814, marrja e Parisit nga forcat ruse dhe përshëndetjen Bonapartit. Si ishte kjo, se jo të gjithë të naqë të vëmënshëm. Forcat ruse, thot përsëri... Rithua dhe një të luga. 31 mars të vitit 1814, forcat ruse u futën në Paris, morën Parisin, dhe që nga jo kohë në fjalorin botëror ka hyrë fjala bistro. Bistro do me thënë shpejt. Kjo është mënyra kur kozakët rusë ju thoshin francezët që të shërbenin në restorante. A, hynë basi... Bas Vaterlos. Ikën shumë shpejt nga Parisi, nuk ndejtën shumë. Por për atë që ndejtën, aty u zhvillua ajo rjeti i restoraneve bistro në Francë. Asa bue, e themi ne se nga linin sa fjalë.